Investimet globale të energjisë me erë janë rritur me 64% në gjysmën e parë të vitit 2025, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, sipas raportimit më të fundit nga Shoqata Botërore e Energjisë së Erës. Raporti parashikon që 2025 do të jetë një vit rekord për impjantet e reja. Në total 72.2 gigawatt kapaciteti i ri u shtuan midis janarit dhe qershorit, krahasuar me 44.1 gigawatt të instaluara në gjysmën e parë të vitit të kaluar. Në fund të qershorit, kapaciteti total i instaluar i erës arriti 1.28 terawatt. Me këtë burim që tani siguron rreth 12% të kërkesës globale. E nxitur nga rritja fort në Kinë dhe zgjerimi qëndrueshëm në tregjet kryesore, energjia e erës po shkon drejt një viti rekord me kapacitetin 150 gigawatt që pritet të instalohet në 2025 dhe totalin global që do të tejkalojë 1.3 terawatt. Ky burim vazhdon të luajë një rol qendror në transformimin global të energjisë së rinovueshme, thekson raporti. Kina vazhdon të udhëheqë në instalimet globale. Në 6 muajt e parë të vitit, superfuqia aziatike instaloi 51.4 gigawatt, krahasuar me 25.8 gigawatt në të njëjtën periudhë të vitit 2024. Kapaciteti total i vendit arriti mbi 600 gigawatt. 5 shtete të tjera regjistruan mbi 1 gigawatt instalime të reja, India me 3.5 gigawatt, Shtetet e Bashkuara me 2.1, Gjermania me 1.9, Franca me 1.7 dhe Brazili me 1.3 gigawatt. Shtimi i kapacitetit të ri global tregon rezistencën e sektorit dhe besimin që qeveritë, investitorët dhe komunitetet vazhdojnë të kenë tek energjia e erës si një gur themeli i progresit të qëndrueshëm.